Një ceremoni inaugurimi që shënon rinovimin e zyrave të mbrojtjes civile dhe qendrave operacionale në të 5 bashkitë e prefekturës së Shkodrës është organizuar këtë premte gjatë takimit të dorëzuar dhe pajisje dhe uniforme personale për stafin e mbrojtjes civile të prefekturës. Kryetari i Bashkisë Shkodër Alban Preka tha se kjo qendër përfaqëson një hap konkret drejt forcimit të kapaciteteve tona për parandalimin dhe përballimin e emergjencave civile. Kjo qendër përfaqëson sot një hap konkret drejt forcimit të kapaciteteve tona të parandalimit, menaxhimit dhe përballimit të emergjencave civile, duke rritur sigurinë dhe mbrojtjen e jetës së qytetarëve tonë. Në një kohë kur sfidat nga fatkeqësitë natyrore dhe emergjencat janë gjithnjë më të pranishme, investimet e tilla janë jetike për të garantuar reagim të shpejtë, të koordinim efikas dhe mbështetje të menjëhershme për komunitetin. Koha tashmë na ka sfidu me ndryshimet klimatike, me ndryshimet në formën me cilën përballemi me emergjenca civile. Tashmë janë shumë më komplekse. Në vitet e fundit ne kemi vure një ndryshim të kompleksitetit, veçar ku Shkodër ka një variabilitet shumë të shprehur gjeografik, por edhe në terma të emergjencave me të cilat ekspozohet. Në këtë kontekst, ky projekt përfaqëson një hap shumë të rëndësishëm që ne të krijojmë atë përgjigjen e duhur me të njëjtën dinamik ndaj këtyre ndryshimeve me cilat ne përballemi çdo vit më shumë. Shkodra është një nga rajonet me rrezik më të lartë në Shqipëri për sa i përket përmbytjeve dhe ndryshimit të klimës.